Nëse ngushtica e Hormuzit qëndron e mbyllur për një periudhë të gjatë, ndikimi nuk do të jetë vetëm një krizë rajonale në lindjen e mesme, por një tronditje e madhe për gjithë ekonominë botërore. Kjo ngushticë është një nga rrugët më strategjike të energjisë në planet, sepse nga aty kalon rreth 1/5 e naftës që përdor bota çdo ditë, si dhe një pjesë shumë e madhe e gazit të lëngshëm. Kur një rrugë kaq e rëndësishme bllokohet, furnizimi global me energji tronditet menjëherë dhe tregjet reagojnë me rritje të fortë të çmimeve. Pasoja e parë do të jetë rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Kur furnizimi zvoglohet ose rrezikohet, çmimi i naftës rritet menjëherë. Nëse kriza zgjat, analistët paralajmërojnë se çmimi i naftës mund të kalojë $100 për fuqi, madje në skenar më të rënd edhe më shumë. Kjo rritje reflektohet pothuajse menjëherë në jetën e përditshme të njerëzve. Në Evropë, pasoja e parë që qytetarët do të ndjejnë është rritja e çmimit të karburantit. Nafta dhe benzina në pikat e karburantit do të bëhen më të shtrenjta, sepse kompanitë e rafinimit dhe distributorët do të paguajnë më shumë për naftën e papërpunuar. Kjo do të rrisë menjëherë edhe kostot e transportit rrugor, të autobusëve, kamionëve dhe aviacionit. Kur transporti bëhet më i shtrenjtë, rriten edhe çmimet e produkteve në dyqane. Ushqimet janë ndër të parat që preken, sepse ato transportohen çdo ditë nga fermat te magazinat dhe nga magazinat te supermarketet. Nëse karburanti rritet, edhe kostoja e transportit të ushqimit rritet, dhe kjo përfundon në çmimin që paguajnë konsumatorët. Pra në raftet e dyqaneve mund të shohim rritje të çmimit të bukës, mishit, qumishtit, perimeve dhe produkteve të tjera bazë. Një tjetër efekt do të jetë edhe rritja e çmimit të energjisë dhe elektricitetit. Shumë centrale energjetike në botë përdorin gaz ose produkte të naftës. Kur çmimi i energjisë rritet në tregjet globale, edhe faturat e energjisë për familjet dhe bizneset bëhen më të larta. Kjo do të rrisë edhe kostot e prodhimit për fabrikat dhe industrinë. Industria europiane mund të përballet me kosto më të larta prodhimi, sepse energjia dhe transporti janë dy nga faktorët më të rëndësishëm të prodhimit. Kur këto dy elemente shtrenjtohen, fabrikat paguajnë më shumë për të prodhuar mallra dhe përfundimisht edhe çmimet e produkteve industriale rriten. Në të njëjtën kohë, edhe biletat e avionëve dhe transporti ajror mund të bëhen më të shtrenjta, sepse karburanti i avionëve është një nga kostot më të mëdha të kompanive ajrore. Kur çmimi i karburantit rritet, kompanitë ajrore zakonisht rrisin çmimet e biletave për të kompensuar shpenzimet. Vendet që do të goditen më shumë janë ekonomitë e mëdha të Azisë, si Kina, India, Japonia dhe Korea e Jugut, sepse një pjesë shumë e madhe e naftës që kalon nëpër Hormuz shkon pikërisht drejt këtyre vendeve. Nëse furnizimi ndërpritet për një kohë të gjatë, këto ekonomi mund të përballen me probleme serioze energjetike dhe industriale. Nëse mbyllja e ngushticës zgjat vetëm disa ditë apo javë, tregjet mund të stabilizohen me rezervat strategjike të naftës dhe me rrugë alternative transporti. Por nëse bllokimi vazhdon për muaj të tërë, bota mund të përballet me një krizë të re energjetike dhe ekonomike, e cila do të sjellë inflacion më të lartë, rritje të çmimeve dhe ngadalësim të ekonomisë globale.